Në Teatrin Migjini në Shkodër ka nisur përgatitjet për edicionin 10 të Festivalit Lulebor, një nga aktivitetet më të rëndësishme kulturore të qytetit. Këtë herë festivali vjen në një vit jubilar, duke shënuar edicionin 10 të tij. Orkestra ka nisur provat në mënyrë që gjithçka të jetë gati në fund të muajit tetor, kur për 2 ditë me radhë, emrat e njohur të skenës shkodrane dhe shqiptare do të performojnë për publikun e Shkodrës. Siç e shihni, kanë filluar përgatitjet për Festivalin Lulebor, i cili këtë vit vjen edicioni 10 dhe ka hinë në punë gjithë orkestra, duke filluar me bendin, duke filluar me pjesën e frymës kryesisht dhe me harçet. Do të vazhdojmë në ditët në vijim, kështu që festivali fillon në mënyrë graduale me formën e vet. E rëndësishme është që pjesëmarrja në këtë festival vjen nga jo vetëm nga qyteti jonë, pra nga krijuesit e qytetit tonë, por vjen edhe nga rrethet, nga Tirana dhe qytetet e ndryshme të vendit. E rëndësishme është që janë zgjellë një pjesë nga këngë që u sollën për konkurrim, fitunin kalunin pra audicionin 16 këngë më të përzgjedhura, të cilët janë zgjedhur nga një juri profesionale. Shpresojmë që gjanat të ecin mirë dhe të kena një ecëri dhe një zhvillim më të mirë të festivalit, që të shohim artistikisht sa më lart dhe nga viti në vit të jena në nivele sa më të mira artistike. Pas përzgjedhjes së këngëve që do marrin pjesë në këtë edicion, puna është përqendruar në përgatitjen e materialeve muzikore, të cilat, siç është traditë, do të interpretohen live për publikun. Për 2 ditë me radhë me 27 dhe 28 tetor, Teatri Migjini do mirëpres Festivalin Lulebor.